Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Kam kënaqësinë t'ju përshëndes të gjithëve, kudo që të ndodheni, duke ju uruar një ditë të mbarë. Të ftuarit e mi shpesh jo vetëm që japin informacione, por edhe frymëzojnë me ecurinë e tyre. Të tillë janë profesionistët që kanë histori jo të vogël përkushtimi, pasioni në profesionin që ata ushtrojnë, përkushtimi pafund, por edhe që nxiten nga shumë tradita të bukura. Në qytetin tonë, zejtarët, profesionistët nuk janë të pakët, por nga njëherë disa profesione nuk janë shumë të përhapura, ose pikërisht koha i numëron me gishta, siç është profesioni i orndrejtësit. Por të ndalesh në këtë profesion dhe ta thuash atë si shkodran, mendja të shkon tek mbiemri Sahat Shia. E ka të shkruar edhe në mbiemër pikërisht këtë profesion. Nuk janë të pakët profesionistët Sahat Shia. Unë sot në studio kam të ftuarin tim, njërin prej përfaqësuesve të kësaj familje të nderuar, orndrejtësin Besnik Sahat Shia. Mirëmëngjes zoti Besnik. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në studio. Mirë se gjeta. Është shumë kënaqësi, sepse gjithmonë kur kam kalu nga rruga e gjanë, nga teatri që shkon përtej deri në te stadiumi apo më tej, ai reparti juaj gjithmonë i vogël, i xhamt. Ka njerëz, ju jeni aty mes tyre, ndoshta shpeshherë me aparatin në sy, po gjithsesi keni një punë të vazhdueshme. Çfarë ju jep pikërisht punë e përditshme, kërkesat e ndryshme që kanë klientët e shumtë dhe kërkojnë që ora e tyre të ketë një shërbim të veçantë? Me fillu me punën e orndrejtësit, është një punë shumë delikate, punë e vështirë, dën një përgjegjësi për orën. Nuk ka rëndësi se ora është e shtrajt apo e lirë, ai që e ka, se ashtu janë mundësit e njerëzve që i blejnë, kërkon që aja orë me pas një precizion, mundësisht mas mi ba hile, se ka menime që nërojnë veglat, s'ka ba punën e pastër, a mund të ketë nga këta njerëz. Nga këta njerëz gjithmonë nga orndrejtësit, që ka sot qyteti jonë ose qytetet tjera, nuk më hanë mendja se bëhet një lojë e tillë që orës minëru veglat. Po. Por është diçka tjetër te ora që është e lirë me atë që orën që kushton. Një orë e lirë nuk ke që i bën riparim. Kurse një orë e shtrajt ka riparime nga më të ndryshmet, por ka përgjegjësinë shumë të madhe, duke fillu nga zmontimi i orës edhe deri në përfundimin e asaj orë. Kur ta krysh orën, normalisht do shpërblehesh për punën, por duhet mi lanë edhe garanci klientit që të ka ofruar orë punët, sepse ai e ka edhe me marak. Jo bile ma lërkë se dje, më ka ardhë një person, tamam ai ka ardhë par dje, më pau që ishe i zanun, iku, ka ardhë dje prap, ishe i zanun, prep iku, sa kur ka ardhë për herën e tret, mërëna ditet, i thash, qa kema të halë? Unë du me më kry këte orë, ishte një orë të sot, orë elektronike, që e thotë unë e kam ble shumë shtrajta, kam ble veta në Gjermani, edhe du me hapë kur ti t'jesh kreti qetë. Edhe unë i thash që si që mund të hapi unë, mund të hapi në dikush tjetër. Pse kjo arte unë? Unë jam një barat,
pranon më ardhë me riparu një orë elektronike, tha, ja pa më kanë thënë që je mjeshtër. Unë abuzën gas. Për aq që do i bash asaj orën e kuptova se që në me baj, thash, menja t'je dhe... Mirë, pa për fat nuk pata dhe kem aty. Ishe kreti qetë. I hapa orën, shikaj që bateria rame. I venosa baterin, e mylla, ma ta mjetet që kam unë, jam unu me ble aparatura gjana qilsa, aparaturat e sahatave që kontrollojnë orën. Meti shumë i knaqun. Mirë pa, më tha, a din të se këte orën, tha, i kam vunë bateri në Gjermani. Edhe unë me qeshën e di sa të ka kushtuja bateria, e kishe mërë në garancijet e morën, tha, 12 euro. Vuna buzën gas, pa ti tha që i mërë, tha, 300 lek treja. Qërë baterijet e kja? Originale, tha që e si qërë që i tesh. Që në rova baterin. Atje, shërbimi është tjetër. Shumë i shtrejt. Është shumë i shtrejt, gjithmonë është pagesa, ose standardi, në krahasim me ne. Por, prap duhet që unë të pakten me bashkë qyrin aty ku jam. Punaj, maj familjen, dhe punën që bëj me shumë knaqësi, por ka dhe prej aty në klientave që nuk të kuptojnë. Dojnë nuk me bë kështu mundësisht me herë. Edhe nuk pyet se ka këna pas ka të më rregulla këtë orë, edhe kja është e mësane që të vend në vështirësi. Edhe me shumë këna rije qeshin në zgjat, i thëmë zëtni, nuk jam të pre buken. Edhe buken duhet me prej me kujdes se pret gishtat. Jo mot hapish një orë, dhe në kret kujdes, edhe që mas me lanë shajt pakten dhe aty ku hapet ora. Këta janë ato treguesit e mjeshtrisë. Ta janë ata treguesit, si që thoni ju, treguesit e mjeshtrisë, se ka marifet që e hap orën, edhe mas dalohet se ko hap, kja ka rëndësi. Se unë shaf për shambull që vinë orë, edhe opa, e dalaj që kja orë, ashtë të hapun. Dhe në veglat që sot gjimen, nuk ka problem, por dhe në edhe nga klienti që mas me të kërku kohen e dujtash. Kuptojmë. Gjithsesi të qëndrosh me aparat në sy, me minutat... Monokullin që e qyna. Si quhet? Monokull. Monokull. Ose dylbi. Besoj se duhet një përqendrim i madh, një përkushtim, një vëmendje jashtëzakonshme. Është e vështirë natyrisht. Është shumë e vështirë, në sikur ti jesh edhe në moshën që kam filluar në profesionin shumë i ri, 16 vjeç, kam arrit edhe në atë kohë, flitet në vitet 70, të kam keni detyru me vunat dylbin, ose monoklin, me vunë sy. Aparatura, si që kanë keni orët për para, shumë të vogla, orët e grave sidomos, po ashtu edhe orët e burrave, se në atë kohë nuk ishte orë elektronike, që në vetvedi, si në atë kohë, si sot, që po bëj 68 vjeç, me shëndet e me jetë. Faleminderit. Jam kurios si arrin uzina mi përullu ata orë, ata veglat e tynit imta. Je i detyru me vu se zban atë monoklin ose dylbin në sy. Me sytë nuk ke pasur probleme. Kjo është diçka shumë e mirë, se sikur t'isha edhe me syze. Se sikur në rase nuk arrin me synin ta kesh të pasur atë monoklin e vend kret kotaj, është vetëm thjesht smallim. Smallan 2 herë, 3 herë me numër, ashtu si që bjen syni. Kala syni, si që vehen syzet me numër, ashtu janë edhe ata monoklat. Ose të drillet dora, nuk ke pse punan ma profesionin ordinarec, se gjaja ma vogël që përqenran.
Pra ju keni një pasion shumë të madh për punën e orëndrejtësit. Dhe që 16 vjeç jeni afruar. 1970. Si u ofruat në këtë profesion? Si jam hap. Sepse unë në krye të bisedës thash që ju keni tradit në familje. Si u ndikuat pikërisht nga kjo Tash me tradit? ta tregu me pastërti, tamam. Familja real nga Saçije, e kena me trashëgimi, unë jam i shtati Bres, që vazhdaj orënërec, ja kam mësu edhe djalit, ABC në profesionit, se si do vinë puna do marrin apo ja, po jo se tham që ja shmjeshtër, ai punan se ja jap orën unë që mas me, unë dëshirën e kam faktikisht që ja i me punu Saçi. Se sa do rrinë, këtë nuk e di. Por si trashëgimi, edhe si e kam filluar në po ta marrë për prejardhje, na kena prejardhje nga Malësia Male, nga fshati Req. Këta janë tona Gojlana. Pra, shumë e hershme. Shumë e hershme prejardhja. Dhe nga fshati Doq i Malësisë Male të Reqit, atje ka kanë një fis me mjenin Lataj, ku sot aja familje me mjenin Lataj flitet ka punë para 200 sa vjeç, është shkërumu, dhe me thonë, jeton ma kush, për ka një sot për sot që flasin, bakten në vitet 70, ka kënë vetëm një person me i martum, me edhe aje ka mjenin Lataj që baba jem, baba më ka vdek në 84-shin me 24 gusht 1984-shit, por ai ka humultu me gjetë pas arsit për ardhjen e fisit Saçijaj, Gojlanë diftojnë që e kanë prej këti fis Lataj. Dhe trashëgimia ka kanë një djali vogël që a marrë, ka kalu në Turki, atje ai është rrit dhe ka ardhë në Venecia. Në Venecia ka hinë ka punu rrugash faktikisht dhe ka hinë një punishte orësh. E kanë majtë si pastrus, me shërbime nga më të ndryshmet, për Milan i ka shatë bukë. Aty, si kur ka kënë Qapajev, a i ka pasë si riparohen orët, edhe është interesu. Edhe një ditë bukur, mosha banë punën e vetë, a i rritet, fillan të profesionu, një ditë bukur, a njës edhe këthehet për në Shqipni. Këto, kë nuk i dihet emni, por ka ardhë me emnin Nasuf. Mendoj që në momentin që ka ardhë në Shqipni, edhe direkt në Shkodër, është martuar me kalimin e kohës, kur ka ikë prej Venecias, ka përmu edhe pjesë këmbimit, sidomos riparimin e orëve, për orë që kanë në të kohë, orë gjepit, orë tavulinet, orë doret i kanë pas vetëm këta disa, si elit. Se ja se kanë me shumic. Dhe ai a qujt ka marrë, duke u marrë me oren Saçija. Saçija. Dhe ka mbet edhe ka met një ati. Mendoj që
me profesor Daud Boriqin, i vitit 1884, ai ka bada shkrime edhe ka lexu për gjithmonë gjuhën turke. Ka pa që fisi lataj është ky person që ka ardhur prej Amerikës dhe ka mësu gjuhën. Ka marrë edhe profesionin që deri në vitet para 1937 të Dugajt e Reja sot, ku merr rrugën për me shku te Vorrezët Katolike që është shkolla pyjore, aty aja rrugic a qujt rrugica rruga Sahaçijej. Dhe me thanë flitet para 1937. Interesante. Rruga Sahaçijej. S'mund tjetë dikush gjallë që, se këta ja kanë thënë babs, që kja rrugë a qujt Kjo është prejardhja. prejardhja rruga Sahaçijej. Po ky Nasufi? Nasufi është ai në ratat parë. Rruga Sahaçijej. Masanaj, me 1937 ja hek emni Sahaçijej, që këta janë revoltu, se pa heket, po s'munesh mu kap me qeverinë asaj kohe, e kanë vu rruga Badrej. Masanaj a vu me çlirimin rruga Bardhog Biba. Po ju e vazhduat? Na e vazhdu ma atë profesion, a ju martu, krej familje, dhe aja është i pari, ma të rëshgiminja, që kina marrë na prejardhjen Sahaçijej. Për shembull, une kam djalë Besmirin. Edhe siç vjen deri atje, Besmiri i Besnikut, Besniku i Beqirit, baba, Beqiri i Halilit, pra kalova Katërbrez, Halili Mahmutit. Mahmuti ka Beqirin, që ja kanë lënë babës tem, i kanë lënë emnin e Gjyshit. Ai masanaj vjen i Nasufit, edhe del 7 brez. Sikur këta brez, 30 vjet jenë brezi me brez, i ta kanë 200 sa vjet ornërec. Po nuk Sahaçija. Në Sahaçija, i famshmi, i ta kanë me kanë baba jem, Beqiri, djal agent. Në Shkodër, nuk jena familje shumë me profesionin me mjenin Sahaçija, jena vetëm 5 familje. Familja në Sahaçis, pa marrë emnin e babs ose gjyshit Halil Sahaçija, Muhammed Sahaçija, Lutfi Sahaçija, edhe Ali Sahaçija, edhe nuk ka Sahaçi tjetër. Të gjithë këta, përveç Ali Sahaçis, këta kanë punu gjithë ornërecsa. Edhe ja kanë tërshigu profesionin të e lanë fëmijëve. Për shembull, po të marrim në Sahaçin, unë e kam majt edhe si aq, edhe si gjysh. Se gjysh jem ka lind në 1876, edhe ka vdek 1965, kur unë kam kënë 10 vjeç. Kurse Axhanuhi, pa marrë Axhanuhi, aty nuk i ka falë zoti fëmijë, ai ka vdek në 1980. Dhe ka punu ornërec si gjyshi, po ashtu edhe Axhanuhi. Edhe kur e mori vesh që unë hina ornërec se e kishte me qefe, bisedote me baben, e kina majtë shumë afer se nuk ka pas fëmijë, edhe vite ishte i pranishëm në çdo gjë, në çdo rast, dhe thote me vazhdu, edhe unë shkoshe shpesh e shifshe të punu, kurse me gjyshin e kam pa, po unë kam 10 vjeç, unë lushe me sahata, kur a i minepte, që me dashme me motivu, që me rejkëtore. Ju ka ofru si loj. Si loj. E më pas ju kanë gjallë dëshirë. Sa ashtu nisë. Dhe po ta nisi unë të shti në profesionin të mund majnë mënë që baba është marrë me lëvizjen, e po që nuk ishe për shkollë, dhe atëherë, hajde djali,
merru me zenat, nepte nga këta orët në atë të zgjahin që janë qytë në moqmen ose në vjetëren, ullë që kam tërqisht ose kam kryq, dhe thote këtu të shti, vazhda orën, tu ke veglat, që veglat ishin... Ju kujtohet ora e parë që keni... Pasi, unë kam të rujto në lasat, Ashtu. orë tavolinet, italora, ma atë orë ja kam su vëllon djallit, Sa bukur. dhe e kam rujt, që ta ke djallit dënë mi jam su nësër, fejohet martohet djallit veta ja punat i unë, për dëshirë e kam me vazhdu si profesion. Bile e kam menu edhe që nësër në rase bëhat e dyqani që menohet pasat pa nësër, ishallat të pak zej, i kam menu edhe t'i dhej edhe emnin Tradita, orënërec Tradita. Sa bukur. Kja ka të baj shumë me, se i thonë, kam fillu me, e kam marrë me qef, kam punu me mjeshtrat më të mirë në Shkodër. Keni punu në riparim shërbime? Riparim shërbime. Kam hi shumë i ri në moshën 16 vjeç. Kam punu me mjeshtrat, si jo thash, më të mirë në Shkodër, që nuk janë kursy asnjani për me mnimu, për nga në profesionale, se unë për shembull me babën ka marrë ABC-n e profesionit, por jo... Ecuria vjen avash avash. Dalin probleme edhe sot që unë kam përmi 50 vjet, 51 vjet që kam hi merrem me këtë profesion. A ka qenë një reparti madh i zgjeruar? Sepse me sa di unë, aty kanë dalë njerëz vazhdimisht, ora ka qenë një instrument. Instrument për kohën që ka qenë flitet në vitet 70 dhe deri në 90 që kena qenë sistemi përpara. Mund kena qenë orënëreca të paktën në njënin repart rreth 20 vet. Ishte përgjegjësi, ishin përgjegjëse Hydeje Xhabjakun, orënërecse. Respekt. Shumë e mirë për punëtorin, shumë e aftë në komunikim me klientat, shumë e aftë. Aja kishte mjeshtër Zef Gurashin, orënërec, Zefi ka pas edhe djalin Kol Gurashin, orënërec, që ai sot punon orënërec në Rom, në Itali. Aty kam pas mjeshtrin tem Mustaf Sula, faktikisht nifet Mustaf Sahaçia, Muhammed Sahaçia, Tonin Kuka, Ferit Kadia. Respekt. Ta janë shumë mjeshtra që me ne jemi pranë Shefi Kotri, nuk vinë ma, njerë shumë të qetë, gjithmonë për kushtet që kanë punu. Ashtaftësi me kanë i aftë si ata. Unë që kam 50 vjetë dhe nuk e di, a thu jam hafarit atyne. Kishin një zemër të gjanë, një qetësi absolute, por a thu e kam unë sot atë, nuk e di. Pa dyshim. Përderisa ju e keni atë stimul, atë shembull që... Për mua ata kanë kënë shembuj që nuk e di që thëmë për ata mjeshtra veçanë. Dalim përsëri tek familja Sahaçia. Qarkullon si legjend urbane, por në të vërtet është një realitet. I famshmi Nuh Sahaçia, i cili në mos gaboj e ka pasur dyqan këtu përballë radios, afër ambulancës. Është kështu? Ka pas dyqanin e ka pas këtu ku është bë banka në Cep. Masanaj ka kalu të Ulqinakut. Ulqinaku. Një dyqan gjithë xhama. Xham. Duhet me kanë xham. Duhet me kanë xham. Jo me dritë. Dhe nëse kujtoj unë në kujtimin e hershëm të ndoshta të fëminis, një burr që
ishte gjithmonë mes tavolinës me Ashtu, orë. me orë. Por natyrisht respekti e mbulon komplet qenien e tij, profesionin, personalitetin e tij. Po ajo që është e vërtetë është ndershmëria me të cilën ai ka pasur në komunikimin me klientët. Siç tregojnë, në kohën e luftës një gjerman vjen të sjell për të ndreq orën. Dhe ishin ditët e fundit të luftës dhe Gjermani ikën dhe nuk arrin të marrë orën e ndrequr. Vite shumë kalojnë, nuk e di se sa. 25 vjet. 25 vjet. E bie koha që ai të vijë edhe herë në Shkodër. Dhe pikrisht në të njëjtin dyqan, me të njëjtin person. I paraqitet. Dhe orëndreqësi duhet t'i jap shumë epitete, nuk e di se cilin më përpar. Nusa Haxhia hap sirtaren dhe jep orën. Ai e bën publike. Natyrisht një shembull që meriton respektin më të madh të fisnikërisë, ndershmërisë, profesionalizmit, qytetarisë, që ndoshta i ka bërë një shërbim shumë të madh edhe qytetit, qoftë edhe me këtë gjest, emrit të Shkodrës, por jo vetëm. Aja është më së vërtet, në 1944, një oficer gjerman lën një orë me markën Eberhard. Meri paru dhe në ditë që e kishte caktu, ata ikin, ora i met në dyqan, a i ka pas një kasafort, që të rrallë kanë që kanë pas kasaforta, edhe aty ka lanë gjanat më cilësore, të rujtuna, se nuk janë tijet, sidomos orët, ashtu si që mund të keme loncat për 1200 orë. Do të ndalemi pikërisht në këtë fakt. Dhe vend sa hatin aty të tjerat, masjeri paran, Gjermani ikë dhe me rastin e 500 vjetorit të vdekjes Skënderbehut në 17 janar 68 të 1968 vjen një grup turistash, ata vinë në Sarand, nga Saranda marrin qytetet me radhë deri në Tiranë. Në Tiranë masonajna, rrinë një natë dhe kthehen në Shkodër. Kur vinë në Shkodër, normalisht janë shqyqnu se ashtu ka kënë koha, hynë hotel dhe ky personi ishte vetë, a i kishtë ardhë me emën tjetër, sa i faktikisht nuk ka kënë Gjerman, a i ka kënë oficer polak. Dhe por me emën Gjerman. Se ka hymran, ka taku shëqërusit, aty në hotel i ka thonë kërkaj një orënërec. Kërkan me orënërecin, kush ashtë ai? A e di kishte të sakë se ishte vetë personi që kishte ardhë. Ata, kur kanë ardhë në darkë, i kanë thonë do interesona për orënërecin, se sistemi nuk ishte ma privat. Ishte kooperativ. Ishte kooperativ. Kush punon privat? Sot. I kanë ardhë në shtëpi, kanë gjetë dyqanin, i kanë ardhë edhe në shtëpi, e kanë taku, por jo personi vetë, par kanë ardhë njerëz që punoshin shoqërusit, i kanë thënë që na ka ardhur një qytetar i huaj, kërkan një orë të një shokut vet. Kuptohet. Edhe, a mund ta bine në gjë se ka përgjegjësi kja punë, se na mund me thonë që nuk është këtu. E tjera. I japin një përgjigje, e mbyllim këtë punë. Jo, vinë të marrin orën, me që ka njësa shokën e vet, edhe ata shkojnë në nesër në mjes,
I shkojnë të dyqani aty, e përshëndesin, edhe i thet ishtu, me përkthys. Ai normalisht gjuhën nuk e dite, dhe i hap kasaforten, merr orën, e kurdis, mirë po, ata që ishin atë shoqërusit, kishin me panën, që ashtu baki 25 ora, këj kurdis orën, edhe i zjat dorën, për t'ja lanë orën ti shokut që kishton nga jashtë. Në moment ai met, se shef orën e vetë, dhe thët ora punon. Ky faktikisht ordinarësit përpara edhe sot pagesa, për shembull, i thu kaq lek ban. Po. Mundet mi të pagu në atë moment, por ti ka pagu edhe mas i ka marrë orën. Edhe ai i thet zotnisë me tanë gjithmonë me përkthys që ju detyrohen. I ka pagu e i shoku jetë lekt. E çfarë shembullit? Në atë kohë. Ja i ka pagu, ja nuk i ka pagu, po i ka pagu, edhe i gjerë një letër që ju vete orës, sa nuk ka ditë me shkru, për shembull, në rast se ka ba ora 200 lek, ka vu 2 vija. Po. 250 ka pas një minus. E kuptoj. Edhe i gjerë i letër, edhe me lekun që ka kanë në atë orë, dhe thët, orëna i ka pagu, a i met. Po mirë, thët, unë nuk jam të thonë që sa lek ka me pagu, po për kohën që i ki majtë. Alla i zjerë një kutin me sahata, edhe thët, si që ka majtë këta, ka majtë edhe orën tuj. Sa gjë e bukur. A i met e falenderon, edhe nga dora, a i hek orën e vetë, tjetërën që kishtë në dorë, edhe ja jep orën, i thët, qëtë ka ora, i thët, dhurat, nuk ja pranon momentin që e falenderon, ai duke dal të aja dera si jo keni e di keni atë, aja hell orën në prehen kështu. Pram, edhe i. Mirë po. Ka gjetë mundësin. Ka gjetë mundësin. Të ashtë mu quaj, në profilin që pënote, si ishte aja punë, ai shkon në Tiranë, nisen, dhe kur mërin në dhone e vetë, ati e shkruan në një revizë botnore, ndërshmëria shqiptarëve dhe shqiptarët. Jashtëzakonisht bukur. Në fakt, kjo traditë, siç po thoni, ju ka ndjekur dhe juve. Ju thatë kam rreth 200 ora. Unë kam qysh në 90-ën, 1990-ën që ndryshoj thush sistemi, njerëzit iken, këta njerëz edhe kanë ardhe i kanë kërku i pjesë, edhe i kanë gjetë. Të shti janë dy gjana, se po marim për shembullin me këtë Gjermani. Kur ishte koha për shembull ai Gjermani, si kur t'ishin kufit lirshëm, ai mund kishte ardhur me marr orën edhe mas i vitit. Kuptoj. Kurse sot, që flitet 90, 2021, kufit janë të hapën, hin, del, shkan, vjen. Mund t'kena ardhur 10 herë. Edhe nuk i interesant të shti 2-3 gjana janë tu. Ose ka harru, son kam nërushu edhe shpinë, der që të bahet, o nuk kanë interes, ose të ko shmeret ma atë sahat, është gjalla, kam i tjetër. Por kam pas shumë, dhe me thanë, flasë që më ka taku, bile para një javë të dhe ditëve, jarë një gru, më kishte lanë një orë, paka shumë para një vitit. Për fatë unë i kishe, aty ku punaj të baraka. Në dhe më thetë, puna marë paqë, orë i thamë, ka martët me marë orën. Njërë pa normalisht klientat, ata që vinë për i javë 2-3 dit i kujtaj. I thamë, po kur i kilan këta orë? Ka thet pa ko, po kur i kilan me i? A kilan sot, a kilan para i mujit? Thet mu, ja, thet, ka thet një 5-6 muj. Me ta faktikisht 5-6 muj. Mirë, si i kenin, tërganenin, se i thash, unë nuk i maj tanë sahatat këtu. Me mu shkojnë i vinë rreth 100 sahata për çdo ditë. Dhe aty janë sahata që janë edhe para 2 vjetëve janë aty në çantë, në ato çantat. Për fatë gjeta. Mirë po aty ka edhe datën kur e ka lanë, ka edhe defektin që i kanë ba. Edhe në kur e hapa, i thonë, të kej vjetë mëjti, ku i kenë? Unë në bilet të qesh,
Ke kënë jashtë e i këthy, jashtë nuk kam kënë, kam pas problemet e mija, nuk borata nërmën për oren. Të shi gjithë qa që është regullu, punë janë qëtësi, thamë, a din që është këta marratoren, mirë po, në faktikisht edhe qeshi me shumë kënë, i thamë, e kam shitë marë pa, s'ki ardhë me marë pa, të pëtëruj orën ty. Edhe kur e pa u, meti, edhe kur i thaqën që ban ora, bajbe ishte 600 lek, 6.000 lek, Po si? 10.000 lek, edhe unë marrë Milan kusurin, ja, ke për të pi kafe me këta, për të marrë me kusurin, se kusuri joti, se s'kam... Çfarë ju jep ky komunikimi i përditshëm, zotni Besnik, me klientët të ndryshëm, me qytetarët? Është... Unë herë në vetë një kënaqësi se kur kryj një orë, mundoh me ba me pastorti që aja orë ma se më kalu 2 herë në durët e minja. Pra, këta kam pas me të thonë nga baba, që më ka thënë djali, mundoju me ba punën e pastërt. Pse është shkodran, pse është nga malësia, pse është nga një shtet tjetër, për derisa personi që vjen të ju, ka pranu më ardhë të këti, puna tjetë barabartë, me pastërti gjithmonë për aqë sa din. Jam mundu me bat punë sa edhe me djalin, ja kam vun duke një gjatë djali punën, po more bane me pastërti, jo pa, hajtë mas të të pa më gjenë herën tjetër, se aja punë të lollë ma shumë. Absolutisht po. Aja të lollë ma shumë. Po dhe me ja ba pa shpërblim. Por na, bërë, nuk ka si sanë, shifta në rrugë, keme më gjeri kafe, kaq. Por, kushda që bina të di se të ka përru buken egois. Bane punën me pastërti që jo me preki sa 2 herë. Unë njëtë punë baj. Që ba më këthuj sohati, nuk pa thamë veç vend para përgjithësie. Njerëzit, a i respektojnë si aparat? Ja. A din të ruajnë orët? Ja, nuk i ruajnë. Nuk i ruajnë. Për mund që shafi diçka që i ruajnë, ose që mirëmahet ora është ma tepër në institucione shtetnore, për shembull, po të marrish nër mjek, nër mësusat, këta që punojnë për bashki, kurse në pjesën e madhe, nga në fshatarësis, ata të shkaretit punojnë, për shembull, unë kam orë të halas sot, të këtyne që i herë i kapi Covidi, janë të nullën, kanë problemet e veta. Plus uji, ku i bjend nërman ati për orë. A i në siklet që ka, dhe me pështu baktin, ushqimin, futet dora, van pisleqe, ora aq den. Ashtë diçka... Duhet kujdes. Duhet kujdes, është një diçka shumë e imë, se nuk e di sa ajo thash, kisha lanë kush e di se qka, por nuk është mundësia, me pas si realizohet një orë, aq imë, se si baneja fabrika. Ka orë të mira që vinë, apo janë të gjitha tashmë elektronike, ka dhe mekanike? Ja, shumë orë, unë bile, kam sot, aty të puna 2 orë, njenën e kam arit, është komplet, kush e disa mund të kushtojnë aja orë shumë e vjetër para 15 vjeç, arit, me kurdisje, më kanë për mu, bajbe nga fshati Bardhaj. Por kam prep një orë tjetër që më kanë pru nga Laçi, edhe e orë shumë e vjetër, orë 70 vjeçare, orë e lame me arë. Aparatura dveçanta, aparatura zvicrane, si Zvicra për mu, në shta bëj gabim, në orë të mekanike, është vështirë me bë shtetet tjera. Vetëm një mjeshtër din t'i vlerësoj të gjitha. Sot është një ditë me plot projekte tuaja, përveç këtyre 2 orëve, apo jo, keni edhe komunikime të tjera. Kur fillon dhe mbaron një ditë puna për ju? Nuk kam orar të caktuar. Për shembull, filloj pak a shumë punën në orën 8,
deri nga ora 2 që rrinë punë. Atë punën mundon në punë kam ma tepër gjana qastit. Mundën me riparu edhe një orë, si që ja banë ati nga Laçi. Bile hala se kam përfunu, kam përfunimin dojnë edhe pësat. Mund kem edhe një orë punë. Edhe thamë se kam shku mirë. Atëherë, puna tjetër metët që batë në shtëpi. Edhe në shtëpi? Në shtëpi punoj paka shumë, nga ora 6 e mazdites, ose darës, deri nga ora 8. Në 8 dale bëj pushim deri në 9 pa një qerek. Pavarësisht është ky Covidi më ka ndryshu orarin. Ka ndryshime, po. Ka ndryshu orarin. Ulem në orën 9 dhe punoj deri nga ora 11 për natë rreth 4 orë. Mbreslense. Bile edhe djali, bap, para një 3 netve, thasë më ki ullë, ka herë në banak, në gjamër bap, me pasi banak tjetër, unë banak dhe ki banakën tanë, në porë në bane. Por në këtë banak së mund punojmë 2 vetë, son jem shpi me qira. E kuptoj, po gjithsesi ai pasion për kushtim është shumë i madh. Unë do të thoja që është një respekt i madh ndaj jush, zotë Besnik, me këtë përkushtim për profesionin, për njerëzit, për traditën që e përçoni, që e keni marrë dhe e përçoni tek djali juaj. Kjo është gjë e bukur, që kjo gjë nuk humbet. Ky profesion për të cilin njerëzit kanë shumë nevojë, sepse ora është shoqëruese e ditës. Sot me të vërtet ka celularin, ka etj. Por jo të gjithë, sepse ora është këtu gjithmonë tek dora. Kështu që vërtet të duket si diçka, po vërtet të duhet. Është diçka që të duhet domosdoshmërisht. Gjithë jeta jonë është e llogaritur me orë, me minuta, me një lëvizje të vazhdueshme. Ashtu është. Ju keni një pjesë të madhe në jetën e gjithë secilit. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq interesante, kaq të bukur, por që jep edhe një shembull shumë të madh të përkushtimit, ndershmërisë, respektit ndaj traditës dhe përçimit të saj në brezin tjetër. Monohem me gjithë shpirt që nuk e njeh, jo se du me livdu vedin, nuk e njeh hile në profesion. Prandaj keni kaq shumë punë. Monohem si shtash edhe djali nështë ka për të bane sër marangoza, shofera, moratora, janë tana profesionit në rume, unë dëshiren e kam për ornërec, dhe du që nësër me pa në profesionin tem si shtash, unë jam i shtat të brez, mund si shmjalan edhe ati me trashëgu edhe aj. Pa që jetën i gjatë dhe u trashëgofshi brez pas brezi, me njerëzit tuaj të familjes, por dhe me profesionin tuaj të nderuar. Ju falenderoj shumë, pa që një ditë të mbarë sot, e të gjitha ditët tuaja. Faleminderit. Faleminderit. Shumë për jush. Faleminderit për jush. Faleminderit.